Njësimi i Allahut. Shumë kujt për nesh mund t'i bëhet pyetja, pse musliman? Dhe përgjigje që mund t'i jap është se ka emër musliman. Prindërit e tij kanë qenë musliman, se gjyshi apo njëri nga të afërmit e tij ka qenë hoxh, ose se thot gjithmonë Bismillah kur nis punët e tij. Por a janë këto arsye që dikush të jetë vërtet musliman, po të quhet i tillë? Shpesh mund të kemi dëgjuar shprehjen La ilahe illallah Muhammed Resulullah nga të afërmit tan më të moshuar, nga ndonjë predikues musliman ose kemi dhënë vet. Por kuptimin e saj nuk e kemi ditur dhe nuk e dim se me çfarë gjëje na obligon ajo. La ilahe illallah Muhammed Resulullah është dëshmia e Islamit që do të thotë, nuk ka zot që meriton të adhurohet më të drejtë përveç Allahut dhe të Muhamedit është i dërguari i Allahut. Njerëzit gjatë gjithë historisë kanë adhuruar shumë zota të tjerë përveç Allahut. U janë lutur njerëzve të gjallë apo të vdekur, figurave të tyre të hedhura në piktura apo skulptura. U janë lutur atyre për shpëtim e shërim. Janë prerë kurban në emër të tyre, u janë lutur që të ndërmjetësojnë për ta. Dikë e ka konsideruar Zot e dikë birë apo bitë të Zotit. Të tjerë lusin engjëjt, të tjerë lusin kafshët, pemet, e të gjitha këto besime bien ndesh në Islamin. Dëshmia e Islamit na obligon që të mos adhurojmë askën tjetër përveç Allahut, të mohojmë çdo zot tjetër përveç Allahut dhe të mos i bëjmë atij ortak në adhurim. Për këtë na ka krijuar Allahu. Ai thotë në Kur'an: nuk i krijova njerëzit dhe gjinët vetëm se për të më adhuruar. Atëherë, si të pranojnë tjetër kënd për birë apo bitë të tij, apo ndërmjetësues tek ai, duke i lutur dhe adhuruar sikur se Zotin? Si mund të lutemi të vdekurve në përvarre dhe të presin kurban në emër të tyre me shpresën se ata do të na ndihmojnë, ndërkohë që Allahu nuk pranon që t'i lutemi dikujt tjetër përveç tij? Allahu thotë: dhe nuk kemi dërguar profet para teje, veç se kemi shpallur se nuk ka zot tjetër përveç meje dhe më adhuroni. Adhuroni Allahun e nuk ka zot tjetër përveç tij. Dhe thuaj, ai është një. Allahu është ai që çdo krijesë drejtohet mbështetet për çdo nevojë. As nuk ka lindur ndonjë, as nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabartë me të. Kurani 21:25.